Pasi Alianca për Shqiptarët është thjeshtësuar përsëri, ka reaguar koalicioni Vlen, të cilët kundërshtuan vendimin e Arben Taravarit, por përshëndesin dhe mirëpresin e rikthimin e Arben Fetajit. Vlen shpreh mirëseardhjen dhe mirënjohjen më të sinqert për të gjithë ata eksponentë të Aleancës për Shqiptarët që në momente të rëndësishme për të ardhmen e shqiptarëve në mashininë e veriut, sipas tyre, kanë zgjedhur të qëndrojnë aty ku u takon me dinitet për krah qytetarëve dhe pjesën e projektit të ndryshimit. Madje nga Vlen theksojnë se kjo është Aleanca për Shqiptarët e vërtet, që i bie e treta e vërteta. Aleanca për Shqiptarët e vërtet, ajo që ka lindur nga nevoja për një përfaqësim të drejtë dhe dinjitos të shqiptarëve, sot po gjen veten aty ku e ka vendin natyral, në krah të Vlenit dhe të qytetarëve që besojnë në ndryshim. Ky bashkëpunim i ri nuk është vetëm një rreshtim politik, ai është një bashkim energjish, vlerash dhe përkushtimi për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Kujtojmë se zëvendës kryeministri Arben Fetaj së bashku me dy deputetet, Salim Sulejmani dhe Mimoza Musa, u distancuan nga kryetari i tyre Arben Taravari, i cili fillimisht u largua nga Vleni e më pas edhe nga qeveria. Fetaj dhe disa figura tjera në ASH vendosën që rrugtimin e tyre politik ta vazhdojnë në Vlen, ndërsa pas këtij vendimi, Taravari gjatë mbledhjes së kuvendit të partisë i shkarkoi nga postet partjake, të cilat i kanë mbajtur në ASH.